أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbë, dorsa atë që në lënd humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Lani radh të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që në këto minutat që do t'i kalojmë së bashku, Allahu të na bëjë të bereqeshme dhe të begatshme, dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Sonde inshallah taala, të nderuar vëllezër dhe motra, do të vazhdojmë me shpjegimin e librit Smundja dhe Ilaçi, që është prej librave që çush e kam thonë në fillim, dhe do të vazhdojmë me i qëndru kësaj pas se është prej librave që muslimani në shtëpinë e tij s'ban pakun pa ta. Është për librave më të bukur të Ibnul Qayyimit rahmetullahi alayhi që i ka shkruar. E ne kem ardhur tek kapitulli i radhës që e ka rëndit Ibnul Qayyimi, që është gjurmët e shëmtuara të mëkateve. Kem fol ligjëratën para 2 javë, nëse ju kujtohet, kem fol për dëmet e mëkateve. Që e kam thonë apet peri përsëris, tash Ibnul Qayyimi diko 90 flet parafërsisht flet për pasojat e mëkateve. Ne inshallah taala besoj që mas paku kam na i marr 3 pjesë kjo pjesë. 3 pjesë kanë më konë, qësaj, se me i marr sonte për një herë dhe na bën zarar. Se janë shumë që i ka përmend gjurmët e gjunohave, që duhet secili prej neve mi hap vesh mirë, edhe nëse e gjen veten ndonjërin prej tyre më i përvil mund shpejt edhe më u përmisu. Ibnul Qayyimi rahmetullahi alayhi tash nisë dhe i rëndit tregon gjurmët e shëmtuara të mëkateve që janë. Duke e fillu këtë temë thot walil ma'asi min al-athar al-qabiha. Thot gjunohet, mëkatet kanë gjurmë të shëmtuara, të cilat gjurmë e shëmtojnë zemrën, e shëmtojnë trupin e njeriut, dhe i lojnë shëmtim robit në dynja në ahiret. Në ahiret veç Allahu thot e din çfarë shëmtije ka me përjetu robi kur del para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj nis me i numru, që unë sonte kom mendu, tash nuk di sa kom e mujt mja dal, diku 16 pika që e kom pat arsysh me sonte me i përmend prej gjurmëve të shëmtuara të mëkateve. E para thot hirmanu ilm, hirmanul ilmi. Prej gjurmëve të shëmtuara të mëkateve është se mëkatari privohet prej diturisë. E para hirmanul ilm, privimi prej diturisë. Dituria dashurit e mi është gjëja më e madhe dhe më e shtrejta në dynja që Allahu ja e robit. Grada më e lartë në dynja është me kon pejgamberi Allahut. E pejgambert Allahu i ka zgjodh prej njerëzimit 124.000 pejgamberi. Fundit prej tyre ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgambersia ka përfunduar që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, s'ka pejgamber pas meje. Por pejgambert e gjithësisht pejgamberi unë i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kalon dituri. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgambert nuk kanë lënë trashëgimi dinar dhe dirhem, por e kanë lënë diturin. Kush merr prej saj ka marrë një hisë të mirë prej saj. Dituria dashurit e mi është begatia, apostolia më e bukur që stoliset apo zbukurohet robi me ta. Por për me ardhur tek dituria du të me plotsu kritere. Allahu ka vendos kritere se diturin Allahu nuk ja jep çdo kujt. Nuk ja jep çdo kujt. Për atë dhe Ibnul Qayyimi shka thot tash? Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb.
wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Thot dituria është dritë e hedhur nga Allahu në zemrën e njeriut. Por mëkati, thot, e fikat. Dhe me thonë, antivirusi, apo virusi, jo antivirusi, po virusi i dituris, ka mëkati. Dituria është nur, qysh mos me konë nur sa jo vetë ka të bëj rreth Allahu subhanahu wa ta'ala. E Allahu subhanahu wa ta'ala është nuru samawati wal ard. Është drita e qiellit e tokës. E Allahu dritën, dijen rreth ti nuk ja jep çdo kujt. Për atë, edhe Ibn Qayyim rahmetullahi alayh tash na tregon do mundohet me argumentu këtë çështje e prun një shembull praktik që njerëzit e dijes, hoxhallarët, edhe ata që merren me dije e din këtë çështje. Kur të përmendet nuri i dijes, drita e dijes, krejtëve ju shkon mendja te kush? Tek Imam Shafiu rahmetullahi alayh. Jo pse s'ka pas ulema, jo, ama Imam Shafiu është veçu me këto vetë mësuesi i tij. Imam Maliku ja ka jep këtë epitet atij. Edhe çka thot tash Ibn Qayyim rahmetullahi alayh. Thot walamma jalasa ash-Shafi'i bayna yaday Malik wa qara alayh. Tash Ibn Qayyim i bën shkurt. Unë zguzoj tash me zgat se s'mbrim ato 16 me i përdor. Andoshta ndonjë ditë, ndonjë ligjerat kena me kushtu jetë shkrimit Imam Shafi'i rahmetullahi alayh, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ku i referohet Ibn Qayyim kësaj momenti kur ka shku mu bo talebe Imam Shafi'i Imam Malikut. E ju e dini, e kom përmend në për ligjerata kush është indjek rregullisht ligjeratat e mia, unë e kom përmend kalimthi një pjesë të shkrimit ti. Nana Imam Shafi'u, se Imam Shafi'u kur ka lind jetim, pa bab, i ka dek baba. Nana e vet e ka marrë si 6 vjeçare dhe u largu pi Palestinës, se Imam Shafi'u ka qenë i lindur në Palestinë në okupuar, sa Zoti e liroft ja Rabbi. E ka marrë dhe ka po hijret Mekë. E ka shit tokë, këtë që e ka pas. O shku në Mekë Imam Shafi'u qash ka arrit, po fukaroj këput. Kur po shkon me mësu te hoxha, me mësu Kur'anin, tefsirin, gjuhën arabe, kështu me radhë, po duhet me pagu hoxhën, s'po ka me pagu, po vjen po kanë te nona, po thot non, s'po më hap mësimin hoxha. Ama nona e meshme, thot djali nonës, tha, ulu nga tha ati që e ka pagu mësimin ti veç diga. Edhe në ditë për i ditëve, më ngan hoxha. Qohet Imam Shafi'u janë nismi mbajt ders në dasave. Kur vjen hoxha e shaj, hoxha di që se kam mësu. Po e kupton që ky është një genial, që është një gjinin vete. është i kthillt. I thot, prej ka këto? Ku e morë, thot, i këtë dije? Thot, vallaj, hoqë, thot, kur t'jam seshe ti filonit, unë e ndëgjësha, edhe ku mësu. E tha, pisot që ta, ti e zavend si jemi këtu. Edhe pisot që ki ka që rogën. Edhe thot, Imam Shafiu nuk ka pas gjë ka të bëj me gjuhën arabe, me sintaks, morfologji, belaga, këtë dijet rreth gjuhës arabe i kom dit. Rreth tefsirit, krejt afton. Deri se i kanë ardhur nënës vet i kanë thonë, pja bëjmë një kursi, një karikë në Mekë, në Qabe me mbaj ders, ka thonë, ja, se kom bënë djalin për këtë punë. So në djalin tem du me e bo, se në të zemën, medhebi Hanefi edhe medhebi Maliki, qaç kanë pas armitsin njoni me tjetrin, sa që as qikat që kanë jep një tjetrin, që janë martu. Fanatiklok të madhë. Nana Imam Shafiu ka thonë qka? Du me bo këtë djallin tem, alim të nga, që shfarë nane? Ndëgjani o nana, nëse o të në ndëgju dikush prej këto në rritë sociale në lajvat, ndëgjani o nana ose ndëgjani ndërësën, ndëgjani qka duhet me prodhu. Që shfarë burneshe me bo djallin e vetë alim të madhë, mi heshtë më spajtimet më muslimanve. Tha ja, tha s'ka vakë me mbajt ders. Tash du të me qu, tha, në Medine, me marë ilmin e Imam Malikut. Kur ertë Imam Maliku, po i tha nana e Imam Shafiut, i tha të parit Mekës, emirit saj, kryetarit saj, a pe ban, tha, një intervent te emiri i Medines, me shku me i fol Imam Malikit, e Imam Maliki me pranu për nëzans. Që shtu në konë kriteret e dersit për para.
Jo si të nasat na e hapim dersin, e i thirim, e i lutim, gjysa shkojnë kafe, gjysa një Allah e din ku jonë. Ja, për para ka pas kritere, me arë në ders, me prezentu në ders të hoxhës, nuk ka hi gjatë kush aty. Se kanë lonë gjatë kanë mull aty. Po sot kur ro pazari, jetojmë kohën kur janë rënu vlerat, njerës të dije sa votan, po qa kosh ka në ders votan. Jo, Said ibn Musayyib i ka vetë, talebet një ku jep se s'po vjen ders. Tash parando mi thonë në dikuj pëse se erdhe në ders, do hanë qa po ta ndin ty, qa po t'in pun ty. Edhe tha me intervenu. Kër shkaj mbritin Medine, Imam Shafiu meqëm. E di këshit e përshkon të një Imam Malika, dhe qëfar hejbe e ka pos. Tash këni me po orën e ti, qëfar orë e ka pos Imam Maliku. Para kësaj, shkajte një student Imam Maliki tha, a bën tha me ma jep librin e hoxhës tënë, po du me mësu për men se s'po kom pare me ble, la ilaha illallah. A bën me ma jep, thuhet që për 8 dit muattan e kam mësu për menç. Për 8 dit. E ka marrë e ka mësu për menç kajt. Kër e ka mësu për menç, e tash shku të emiri i Medines, i ka thonë, që qëtë letër ta ka që emiri i Mekës, me shku me intervenu për mu, tek Imam Maliki. Tha shkova me prisin e Medines, kur afrova, tha e desha unë të kush po shkojmë. Trokitin derë, dol Fatimja, Fatime tu bintu, kush? Malik ibn Anas. Dol Fatimja qika e hoxhës. Hajde, tha, prisi i Medines, tha, po më vynë baba, thot hini mrenda. Prit, qërë ora hoxhës, prit. Dikur tha qiti një karik para derës, pe i tha të njën mrenda, jo. Imam Malik. Tash një kritik vetës edhe kolegëve të mi, na kusht në thirë me pi kafe, dalin pim kafe. Ja, bërës, ka në farë kriteri elmi, jo, gjithare. Du të berujt, ama zotin a falte, na drejtoft, ja, rabbi. Priti. Kur dol, tha Imam Malik, jepja. Tha kombre, tha rigja prej emirit Mekës me pranu që djallët i taleve. Tha ta ka që qëtë letër. E mor, tha me këshyr letër Imam Maliku. Imam Shafiu tha unë veç i këshyrsha. Veç i këshyrsha, tha. Seri. Tha e mor e lexej letër, kër e mor, tha e gjujti. Tha qëtu i ka orë halë ilmi ta, dijesa, me intervenca në dija. Tha e pashi po donë me më refuzu, i thash o hoqë. Unë jëmë tha Muhammed ibn Idrisu Shafi'i, prej Palestinës, jetim. Ama tha une, jëmë hafizi Kur'anit, hafizi gjuhës, që ka të bëj me gjuhën arabe, me këtë shkencat e gjuhës i di, me tefsir krejt, edhe librin tonë tha e di për mensh. E tash po vim që të Imam Ibn Qayyimi që ka thonë, faqara alej, ja ka nis me i lexu Imam Malikut. Qka me i lexu muattën e ti? Ja ka thonë, ikra, lexo, jo me lexu kështu, po përmend se kur thuhet në arabisht ikra ka për qëllim përmend. Tha ja nisa me lexu, lexo, derisa erdha në gjys të matës. Kur erdha në gjys, tha kush ta mund dal. Vazhdova. Po thuaj se gati tha sa se lexova krejt. Kur e pa Imam Maliki këtë ilm te Imam Shafiu që shka i ka thonë, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran fala tutfiu bi dhulmati al-ma'siyah. Tha unë pesha, tha se Allahu ka derën në zemrën tonë dhe nur. Në transmetim tjetër ardh, ara fi wajhika nura, për ta shoh nurin në fytyrën, se Allahu aty në që i jep dije, wallahi njerëzit e dijes dallohen për tjerë. Pasha Allahu që është një. Just që ka ra me po djetar live kështu, po ndoshta i keni po pia seve, me shku me i po djetar të vërtet. Me po vallahi thushti e ka përbi far reflektori e ka mrenda në trup. Nur i bon ftyra, ama tash kur nura tash du të tak me kriter, jo si të dalim me njerë të këta sofit, avdal, i bon ftyra nuri, në bazën se val. Problema kjo, se mundet ka njerë dikush me pos, një me mi bon ftyra nuri, pa jo qëmër mbrenda. Nuk është çdo herë kriter kjo. Kriter i pranueshëm i ftyrës nur kur i bën dikuj, kur ai ka punë të mira, ai ka amelin mbas, ka vepra të mira, ka do të thotë mutabaa, ka domethënë e ndjek Kur'anin dhe Sunetin çu duhet. Se mundet më kon dikush auton që tash unë mbranda o çmir.
Edhe tha pesho, tha Allahu, tha kader, tha pasha Allahun, po betohet Imam Maliku, po thot pasha Allahun, po shoh se Allahu i ka hedhur dritë mbi zemrën tënde, prandaj mos e fik ato me mëkate. Gjunohet dashurit e mi e fikin dritën. Sa prej njerëzve kanë mësu, sa prej njerëzve kanë marrë prej dijes dashurit e mi, sa prej njerëzve kanë mësu Kur'anin, po kur e kalon ato, s'ka punu me to, ka nis me bo gjunohe, ka nis ka me haru Kur'anin, ka nis me haru dijen. Wallahi billahi po. Dija dënë mu kultivu, dënë mu mirëmbajt. Nëse dija nuk mirëmbahet, e mirëmbajtja e dijes, ka shumë gjëra që e mirëmbajnë dijen, po një prej bazave kryesore të mirëmbajtjes dijes është larg gjunohave. Larg gjunohave. Larg gjunohave. Allahu na bof për tëre, ja Rabbel Alemin. Pastaj Imam Shafiu argumenton me një ngjarje tjetër të Imam Shafiut, se Imam Shafiu dashurit e mi, në fillimin e kërkimit ditorisë ka pas problem me nxon përmendje, edhe kjo këtë nxonës të dijes, që tani nxonës i dijes, kur do në me nxon dije, me bo zotin harujt, se shejtani këto e përdor fort. Në fillim dijes ka problem, e merr Kur'anin me mësu përmendje, s'mundet shumë, hadithet, rregullat, qawaid fiqhije, kështu me radhë, e ka shumë zor me i nxon përmendje krejt. Ama wallahi që kanë dush vetën e për njerëzve të dijes. Krejt kanë kalun që të vështërsi. Jo në vështërsi. Ka momente pasha Allahun që është një, i vjen njeri dijes edhe me kajt. Pasha Allahun unë e një shok temin që e kom pasë të studime, s'po do me përmend me emër, e një mire një. Wallahi dhe ke, pa kaj dhe ke glasa, se s'pe marrë vesh kur që profe që pa thot. Ama me sabër, Allah subhanahu wa ta'ala, kush është i sinqert, ka sabër, el ilmi pa sabër s'ka hiq, ban sabër, edhe i ndjek rrugët që ulemat i kanë mësu, nxënësit e dijes me ndjek, pa tjetër se ka me marrë dije. Ama pa tjetër du të më plotësu kriteri, sinceriteti në radhë të parë. Pastaj durimi, edhe pastaj përpjekja në dije, me bo mujahede, dënë më bo talebe, dënë më bo hoqë, hala dhe të tëtë kur gjës kam su pi Kurani. Problema është autën. Dënë më bo hoqë, unë e po flasë për hoqë, ta është i hapi klopat edhe në kretë djerët, lezën një orë, tha dite, 2 orë lezëj. Ajë që lezën 1 orë, 2 orë, në ditë ati, du të mi thonë, ma selame, del hoqë, po që si hoqë, si na qena, e të njëshëm me ne, që si o gjallarë të fast foodit, shpejt e shpejt. A me dale alim, Rabbani. Ata përmendin një të zemunit tonë, se ta të pëj përmendin. Abdul Karim el-Khudejri, në është një pi ulemave të ndaj në Arabinë Saudite, që ndoshta pak pjuve e keni ndizonin. E pëj përmendin me ka, se s'po të mi përmenda ata që a i njeni, po do që si ndihni ndoshta. Abdul Karim el-Khudejri në ditë e lezën 14 orë. I ka mbi 60 vjetë. 14 orë rinë me ktebe. Ja Allah, a ka gru më raj? A ka obligima? S'ka. Dejnë 40 vjetë kur s'kan bëjt ders live, që shtu si na që pa mojë masene. Mbas 40-ave ka dalë një radio thirët në Arabinë Saudite, Idhatul Kur'an, është e njohur. Një dëgju se ka thirë ku e kohë, me ti që 40 vjetë kur s'ta këllat një zoli, dhe valla ule dejnë 40 vjetë, ju kohë të kërku dije. Dhe të të seriositet. Na dojë me 4 vjetë dalë më hoqës. është me 4 vjetë hoqës. Me 4 vjetë janis mi marë ka pak erë hoqallokit. Që ta ilmi dënë bitulli zeman, që shka thunë Imam Shafiu, bitulli zeman, kod got. Edhe Imam Shafiu, rahmetullah alej, e të regon momentin kër ka pas problematik me mësuarit përmenç. Ka shku të Waqi ibn Jarrah, një alim i madh, djetar i madh, i zemurit Imam Shafiu. Edhe u shku të Waqi, ka thunë, o bre, hoq, ka thunë, s'po moj bërë, ka thunë me mësu përmenç. S'po boj, qka me bo? Ama e hoqë e i mirë, që ja din zanatin e ilmit e ka, ta bëm zanat. I ka thonë, o, biri im, ka thonë, dush me i lon gjunat. Nëse i len gjunahet, po tjetër se ka mu të këthy kjo. Edhe Imam Shafiu në basi e ka arrit, ati shka ka arrit Imam Shafiu, e ka marë Kur'anin, thot Imam Shafiu vetë transmiton, thot e mërësha Kur'anin, e qelsha,
Tu dosh thot me mësu këtë flet, e mësësha këtë tjetërën. Çfarë hifzit fort I ka jep Allahu, u duke thot me qit dorën. Qa? Për me mësu, se dyhet për herë mësësha. Ama, që shi ka ardhë kjo, që ta shka thot Imam Shafiu rahmetullah alej, thot, shakautu ila al-waqi ili su'il hifdhi, akhbarani, bi anna al-ilmu nurullah, wa nurullah la yutali al-asi. Tha, u ankova të vekia për dobësimin e të mbajturit për menës. Arshadani au akhbarani, bi anna ilmu nurullah. Më të regoj, tha se, dija është nuri Allahut. Wa nurullah la yuhda lil asi, e nuri I Allahut nuk I jepet gjunaqarit, nuk I dhurohet gjunaqarit. Allahu na bof pe I drobëve ti të mirë. Pastaj Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi përmend e dyta thot pej gjurmëve të shëmtuarat me kateve privohet robi prej riskut. Privohet prej riskut. Gjunahet bëhen shkak mu privu robi prej riskut. Njeriu thot privohet prej furnizimit për shkak të një mëkati që e ka bo. Ashtu thot sikur se frika ndaj Allahut është shkak për me sjell furnizim, në të njëjtën mënyrë edhe braktisja e saj bët shkak për sjelljen e varfërisë. Friga është shkak me pru riskun, e braktisja e frigës ndaj Allahut është shkak me pru varfërinë. Prandaj nuk ka, thot, që shka thot Ibn al-Qayyim ishte fjalë të madhe, thot. Prandaj, thot, nuk ka mënyrë më të mirë për të merituar furnizimin e Allahut se sa largimi prej mëkateve. S'ka punë më të mirë. E treta, thot, ngurtësia e zemrës. Robit I ngurtësohet zemra, do thot, pe gjurmëve të këqija të mëkateve, I ngurtësohet zemra, që e gjen mëkatari, thot, në zemrën e tij për balë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shumë sfiduese që kjo më. Me ndi robi ngurtësin zemrën e tij për balë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur përmendet Allahu, kur përmenden madhështitë e Zotit, ajatuhu, faktet e tij, robi me ndi ngurtësin zemrë, mos me ndi këna që problem është. Kjo është shenjë se këtij zemra I ka vdek. Sa Allah thot, çka thot Allah mas parë thot, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë janë ata që kur të përmendet Allahu, zemrat e tyre rrinqeten, wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, edhe kur atyre I lexohen faktet e Allahut, ju shtohet imani I tyre. Pasha Allah ka pas për muslimonëve të parë të hershëm, Wallahi adhim, ka pas për I tëre, që thot, s'kom mujtë me mbajt vetën kër e kom di fjallën Allahut. S'kom mujtë me mbajt vetën. Na, kur të falësht e ndin hoxën të lezu Kur'an, qësh është zemra jote? Qësh është zemra jote? Wallahi këto jonë ka njerë doj sharetet zemrave. Neve në bjena, në njerës, ka njëherë në bjenë, po më ki edhe në safë, më konë e këna dikon tjetër I ma vëdhën. Pe epsi vrejtje, po përmen emra që ka thonë pejgamberi sasem, pejgamberi sasem, kjo men heqi pejgamberi të esam, o hyp mimbera dhe ka thonë, ma balu akuamin jef alu në këdha, wa këdha, wa këdha, ka thonë, qa hollin disa njerëzve bojnë kështu kështu, s'ka thonë filoni, edhe s'bën me përmen emra, edhe s'du të më idhnu dikush kur na jepim vrejtje, a vëdan me kujtu që na kena personal me x-in, jo, vallaj, na duhet mi, pasha Allah, hoxhi mirë është ai cili e kritikon xhamatin. I thot xhamatit, mos u zbën çështu. Çaj hoxhi ta bën rrafë, dije si pasha Allah ka të merr qof. Edhe neve në rastis nga njerë mu fal, në saf, e shaj, to, se nëse ka mjekër pak të madhe, veç ka njësë. Që du të me mjekër? Ja, Kerim. Ja, Allah. O I dashur jam. Sa vok ti tash me lyt me mjekër? Aj tjetër, a vëtan, tash me këto dreshnit, me Apple Watch, a vëtan, e këshyrë. Ting, Snapchat-e, tak të e këshyrë. Këta të gazëzë këj zemrën e ka lërgë, I ka shku zemra lërgë. E mës janë nisim tjetëri, a I vjena, a vëtan, unë e kuptoj që dikush lodhe dhe krejtë, Allah, je lodhe krejtë, po, bine me dhe kujdes, kur të hapë gojë, këtë gjami janë ligje ka hapë gojën. O, Abdullah,
Vojnë kalbek, ku e ki zemrën? Aj, o ardh djali Fudajl ibn Iyadit, Ali ibn Fudajl ibn Iyad, o dek namaz dek. Kur i kanë di ajetit, walau tara idh wuqifu ala nari, që unë shpesh e këndaj këtë gjami. Si kurse të shishe, thot ata kur ekspozohen para xhehenemit. Që ka ardh Fudajl ibn Iyadit, e imami i xhamis, ka dhul a babrë për Allahun, mos me i lexu ajetet ku përmendet xheneti dhe xhehenemi, se do me mdal djalin të rasap. Ai imami insan halli ka haru lidit, edhe ka marrë me lezu për ajetet për surës An'am. Walau tara idh wuqifu ala an-nari, sikur se thot të shishe, Allahu thot, ata të cilët do të ekspozohen para xhehenemit. Kur i kanë dishtu ajete, Ali ibn Fudajl ibn Iyad, i ka dalë shpirti o dek. Nas po lypi kërkuj me dek, jo bëz dek, jo ti mush me dek, me marë, Wallah unë e kom që me dek namaz. Allah më bof nasib, ja Rabbi. Thuni amin. Allah më bof nasib me dek namaz. Njëherë kena me dek. Ku me marë me dek për namaz. Po ati si ka dhe, tha, i shkunjoli tha qabe, tha, o dek shani, tha, o inshallah, pa se kom ftyrën me dek unë atje. Na kena qef, inshallah, Allahu kerim, ja Rabbi. Edhe vallahi billahi, qysh është robi i sinqert, qysh e lyp vallahi billahi ka me ardh dekja. Lype më mënyrën më të mirë. Ama na jetojmë një zemër, na po dojmë zemrën me pas në xhami. Me pas zemrën çtu në xhami me pas. Edhe zash namazet tona, nuk jo namazet Fudajlave tjerëve që janë zgjat. Ja, na i kena ka 7-8 minuta namaz, me 7-8 minuta na i pakitavim 4 recate edhe kryet puna utan. Ama nëse 7-8 minuta s'mundesh me mbledh zemrën, Zoti na falte na drejtoft ja Rabbi. Pastaj thot Ibn Qayyim rahmetullah alej, 3 ngurtësimi i zemrës që e gjen mëkatarin në zemrën e tij, mes tij dhe Allahut të e përmendëm. E 4-ta, ngurtësimi i zemrës se mëkatarit ndaj njerëzve e sidomos ndaj njerëzve të mirë. Edhe kjo është. E hipati do të na këtu. Shkojnë po me Hoxha Florim o këtu, unë na bjen neve. Dhe vjen të Hoxha. Tash nëse po të me përmend se s'po dojmë i bësh shumë reklam, se tani disa çështu kur pja u përmendim emna do xhallar, po kujtojnë që ata e kanë prek qiellin me kokë, tani po kujtojnë që ata janë çka thojnë ata çashtu është. Ja. Alhamdulillah kena do xhallar të mirë që tu i mbajmë këta auton, po se të vend e ka vendin e vet auton. Ama jo nda, jo baksin syt popullit dhe atë kosta ja auton. Se për ballon ato dim se na nahsibuhum, na do i llogarim që ata janë të mirëve. Se jahilat e qafirat s'mundën me i përballu njerëz të mirë. Ajo në muk të mje krush, sa kur pisha, si pengon që e she radojqiqin televizion 50 dite. E radojqiqat tjera, ama i pengoj këta me mjekra. Që e mbok ta, qka jo mbok e djali i ri? Tha djali filonit, e kisën shumë mjekrën, thushti, Qa ka bo, bra, e ka shumë mjekrën, një tjetëri, e ka shpu vothin, e ka shpu hunden, e ka shpu vetlen, në zët e tim, në dështë ma poshtë i ka me këshyre, ka shpu. Ma tha kjo normal, ja me, që ta shfak. I ri, bra, po edhe që kjo me mjekrën është i ri, le edhe këto, po, të ri qati, që të shtin e një rënda, më dëllë. Po i pengon, pse Allah subhanahu wa ta'ala me katarëve, me katartë, nuk munden me i përballu njerëz e mirë. E në gjenë një ngurtësi kër i shojnë autan. A ka argument, ka ardha i sahabia, tani mas jo bo musliman, ka thonë, nuk ka pas njeri që e kom orejtë në ftyrë tokës njeri ma shumë se ty, ja Rasulallah. Kush e konë kjo? Omer radiallahu anhu, Amr ibn Asi, plot sahabet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai ka hap Amr ibn Asi, ka thonë ja Rasulullah, ka thonë, vallahi ka thonë njeri që më shumë të komorret në fytyrë tokës jeti ja Rasulullah. Po çtak njeri që e du më shumë të fytyrën tokës jeti ja Rasulullah. Pastaj çka kanë thonë selefi, që kjo është shumë e ronë që e kanë përcil ata, e kanë këshyr, e kanë njoft vetëm për dashurit e mirë. Dhe vallaj njerë du të me njoft vetëm, na bojmë përpjekje me njoft tjerë.
Veten me njoft. Qysh ka thot një prej selefit, thot: Inni la asilla fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imrati. La ilaha illallah. Thot une kur i bëj gjuna di ka Allah, i kom bëj gjuna, e vrej gjurmën e kesh gjunahit tek devja jeme edhe tek gruaja. Devja së dëgjon edhe gruaja së dëgjon. Na me lera, api e keqen! Po ka ndalë se do shta ti i keqi. Do shta ti e vet i keqi. Pastaj vështërsimi i punëve, edhe kjo. Mëkatari gjen vështërsim në punë. Kur mëkatari fillon, thot Ibnul Qayyimi, të bëjnë ndonjë punë, ai do ta shoh se do t'i vështirësohen dhe nuk do të jetë në gjendje ta përfundojë atë punë. Jo ndodhet, wallahu, se të punë bëj, unë kur vjen dikush, unë hiç alhamdulillah se e kam gjuhën teme e kam pakime. S'kam kime në gjuhë hiç, alhamdulillah. Do s'pritoj hiç bëj. Jo, do të bëj thonë se s'ban. Si të vjen, wallahu, çka po kapi? Bëfrap po më shkon. Çka po kapi o ka shkon zor, s'po moj me kry. Unë më një herë i thon, "Këshir amanet mas sporti mes teje dhe Allahut." E para punë që duhet me këshu, duhet mes teje dhe Allahut. Mos e ka i bën gjuna Allahut. Wallahu që miri ka punë. Hane, tash, e dyta, këshir mes teje dhe robëve të Zotit. Po pozët i mundesh mi pozë zullum. E mes robëve të Zotit, mundet më konë baba. Ku më konë baba, la ilaha illallah. Më konë nona, e udhu billah. Më konë vlau, më konë motra, më konë daja, më konë teza. Na e na bojë pëtila me disa njerëz. A di kush janë njerëz më të këqij dashurit e mi? Njerëz më të këqij jonë ata që i ki afër, të keshin në fytyrë mbas shpinës të çojnë. Ç'është ajo njerëz më të këqij? Për fat keq që të zeman, ka plot çësi. Zoti na rrit pikë kësaj smundje. Rren, pin kafe me ty, han buk me ty. Si ta kthen shpindën. Kjo njeri keq. Ç'ta njerëz të këqij. Besimtari vërtet është ai i cili sikurse është në prezencën e vllaut vet, sikurse ju në prezencën e vllaut vet e ruan derën e tij. Që thaj i mençuri, në njeri urt, tha nuk u mërzita, tha, kur më shajten ata. Po mërzita, tha, ti ku ke kur ata kur më shajten. Ç'ta janë shok të vërtet. Mos e le dikon me ta shajt dikush vllaun ton në tavolinë, u thon, që ti e njeh që është i mirë. Që ti e njeh që është i pastërt prej gjakit që kanë thonë ulemat. Kur e përmendin këtë shembull, që kështu e marrin një shembull, thonë, sikurse ujë që unë kon të pastërt pi gjakit Jusufit alayhis salam, edhe tjetri që vllavi është i pastërt. Se ujë se kanë hongër, kanë ora të vllazë, se kanë hongër ujë. Bile bahar në transmetim, po përmend pse ka kelam këtu në këtë çështje, thot Jakubi alayhis salam kur u mërzit, mbas e përmenda veç kalinti me përmendi, o hyp në një kodrin, o hyp. Edhe i ka mbledh, thot Allah ja ka mbledh këtë ujë të atij vendi. Edhe ujë janë ardhë, janë ankut e Jakubi alayhis salam nga thonë, vallahi ka thonë, o Jakub, thot se kana hungër në Jusufi. Po djep të tu të rajt. Po, kapi ulemat me transmetimi është i vërtet. E sa ta ulemat e kanë përmend, kur e përmendin e marrë se thot, sikurse ujë që kanë qenë të pastërt pi gjakit Jusufit, që ashtu edhe ti për kur e din që vllavi është i pastërt, mbrojë nderin e tij. Se ki obligim me mbrojtë nderin e vllaut tënd musliman. Çish ka thot Abdullah ibn Mas'udi dashurit e mi, Abdullah ibn Abbasi falemni, çish ka thot: Inna lil hasanati diya'an fil wajh, wa nuran fil qalb, wa sa'atan fil rizq, wa quwwatan fil badan, wa mahabbatan fi qulub al khalq. Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, e mira thot është shkelqimi i fytyrës, dritë në zemër, zgjerimi i riskut, forcë në trupin e personit dhe dashurin në zemrat e krijesave, kurse mëkati është nxirrja e fytyrës, errësirë në zemër, dobësim i trupit, paksim i riskut dhe urrëtitje në zemrat e njerëzve. Ibn Qayyim vazhdon dhe thot: 7. Mëkatet e dobësojnë zemrën dhe trupin. Kryerja e mëkateve e dobëson zemrën dhe ja heq asaj gjallërinë e jetës. Zemra ka gjallëri. Zemra ka gjallëri. E thshun, e fik gjallërinë e zemrës mëkati. Thot, të privuarit nga adhurimet. Edhe kjo, hoqë s'po bëj po fal. Hoqë s'po bëj ma xhiru. Hoqë s'po bëj me lezu Kur'an.
Hoxh po me bo dhikr, hoxh. Gjunahet. Gjunahet s'lojnë. Gjunahet nuk e lojnë në robin mu këfill, e pengojnë për adhurimeve. Mëkatet janë shkaqe mëse, thot Ibnul Qayyimi, të mjaftueshme që njeriu të pengohet në kryerjen e adhurimeve të caktuara. Mëkatet, edhe kjo. Se këtu tash ka hiposit përmendet risk, jeta, me njerë në ashtohet interesi ma shumë to, se i dojmë. Tha mëkatet i paksojnë vitet e jetës dhe e fshin bereqetin e saj, ashtu siç e shton vepra e mirë jetën në të njëjtën mënyrë dhe vepra e keqe e pakson ato. Tash Ibnul Qayyimi rahmetullahi alayh, dashurit e mi, në këtë mesele i përmend 3 mendimet dietarëve. Dietar për këtë çështje, paksimi i jetës edhe shtimi i jetës, a është hakiki, a është real, apo diçka tjetër. Mendimi i parë thonë është real. Dietar ka thonë po real. Ai që i bën gjunahe i paksohet jeta reale. Ai që i bën punë të mira i shtohet jeta reale. Edhe këto ka plot argumentime. Për shembull, ata janë argumentu, ka thonë pejgamberi sa ka thonë, kush don me pas jetë të gjatë çka le të viziton kon farefisin. Dietarët e grupit dytë që mendojnë ndryshe, thonë jo, jeta ajo është e caktuar në barkun e nonës, që ka caktuar Allah subhanahu wa taala, që ka në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, në ditën e 120, zbret me loki, ja cakton, ja jep shpirtin e tij, ja cakton exhelin e tij, ja cakton sa ka me tu. Thonë, e çka është për qëllim të e pakson apo e shton, ja hub thot bereqetin e jetës. S'ka bereqet jeta e tij. Jeton dikush, pasha zot dikush jeton 80 vjet, por kur del para Allah subhanahu wa taala o safar. Del një atje që ka rënë ndoshta 20 vjet, po para Allah subhanahu wa taala, kushëri mërë sahabët, që ka dole, që pe marim një shembull. Sa vjeçar ka vdek Sa'd ibn Muadhi? E këna përmend? 36 vjeçar. Sa'd ibn Muadh, radiallahu anhu, 36 vjeçar ka vdek. Kur vdek Sa'd ibn Muadhi, ihtezzel arshur Rahman, o dridh arshi Allahut. Realisht Sa'di ka jetu 36 vite, ama i ka jetu 36 vite islama? Jo, 30 vite i ka pas dalalet në kufër. 6 vjet veç ka jetu si muslima. Për 6 vjet Sa'd ibn Muadhi, që ka jetu për Allahu subhanahu wa taala, për dinin e tij o dridh arshi Allahut. Qa ki bo marë Sa'd ti? A përshë? 6 vjet veç. Khalid bin Walidi 6 muaj ka pas islam, kur e ka marrë epitetin Sejfullahil Meslul, shfata Allahut. E kem përmend ligjëratën e kalume. Para dashurit e mi, mëkatet kanë thonë ulemat ky grupi i dytë, se e çka ja hub bereqetin jetës, e punt e mira i kanë bereqet pasha Allahun, vallahi billahi tallahi, po me plot përgjithësi jam të i thonë çto fjalë. Wallahi kush është musliman i mirë, wallahi në gjatë do njerëz të mirë që jonë. Qashtu që i logaritim në njerëz të mirë, pasha Allah me ju pa jetën, bereqet ju ka jetë e tëne. E shë jetën e tëne të sot bereqeshme, e sidomos për e nënvizojmë me shumë nënvizime mbi këtë fjallë që ka du me thonë, jeta e djetarve. Pasha Allah unë e kom pas fatin, kom pan me dinën e pejgamberi s.a.s. shumë djetarë. Po një për i tërë që kom pas fatin diku parafërsisht 5 vite me qenë afer komve ti, ka qenë hoxha jem Sheikh Enis Tahir, Allahu e rujt ja Rabbi, jep shëndet, halan ba ndërës në gjamin e pejgamberi s.a.s. Edhe një për safër mi hoxhën. Pasha Allah unë adhi farë, u knasht që me ndajt me ta pëton. Në kretë porët e jetës, në kretë. I bereqeqëm, po qësh po spekoni i bereqeqëm, dikush që veç për bëjnë një matematikë thjesht, për taleben e thjesht, po flasë për një nëzans dijes mesatar, jo të kalibrit djetarë, mesatar.
Nëse një talebe mesatar, një nxënës i dijes mesatar e ka lexuar Sahih Bukharin, Sahih Muslimin, Ebi Davudin, Ibn Majah, Nesaiun, Musned Imam Ahmedit, a din sa ka qëtu veç salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur lexon hadithin. Me thon Allahumma salli ala Muhammad. Veç qëto libra me marrë me i lexu, domethënë, jonë mbi 20.000 hadithe pa ripërsëritje. E lema që se cili me ripërsëritje. Veç Imam Bukhariu të Muslimit me i marri kalon 10.000. Para me do një njeri që këtë jetën e ti e ka hargju, i ka bo 70 vjetë, edhe gjithë të thonë Allahumma salli ala Muhammed. Veç kjo me jafton bre? E shtoja kësaj pun tjera të mira, e vepra të mira, e shumë tjera. Para të dashurit e mi, Allahun e lësë që Allahun me në boj jetë bereqeshme me pas. Pastaj, mendimi i tret, i djetarve, kanë thonë, i shkurtohet jeta, apo i shtohet jeta në zemrën e ti, ka thonë se el hajatul haqiqije, hajatul kulub. Ka thonë, jeta reale është, jeta e zemrës, me pas zemrën gjallë, ku e ki paso, që tash me bomi u vetune, anë gjeple që i kanë zemrat e vdekur e trupat i kanë gjallë, hadith wala haraj, falë sa dush, ndash kena në shpija, ndash kojshije, ndash gjetije, që dush, të dhatir mos atë se mos t'i mendet i kuj kur po kritikoj me mendu, jo, dhe shpija tona kena. Tash, inshallah Allah së nësë provon me kuna ta shumë ofër, po ka i herë mundu me kuna dhe ofër, ka nërë dhe lërë. A dënë me ti përmen shpejt do i sharitet zemrës të vdekur. Kur një njeri eshe rallë me qëtë ndorë. Unë e kom thonë, nuk pe thonë pasha Allahun për më mburë, se unë se kom zedhë me pas Hafiz Alin, me pas gjysh. Po Allahu ka caktu. Unë jam rritë. Jam rritë të e po njeri me Kur'an dorë. Që kjo është një sfit për ne, a ju të na pa fëmit me Kur'an në dorë. A ju të na pa fëmit tonë të e ledzu hadithet e pejgamberit a.s. A ju të na pa fëmit tonë të jetu me dinin e Zotit. Allahu na falë të na drejtoft, ja Rabbi, sa veç edhe 3 minuta kam bet, edhe po du me e përfundu. E një mdhejta dhe me këto për ndalim, thot me kallë ti, që a thot Ibn Qayyimi, me kati sjell me katin. Gjinohi e prun gjinohin. Gjinohi e prun gjinohin. Thot, njeriu e ka vështirë të largohet prej mëkateve, prej drenimit të gjinoheve, është që pas ti të vinë një gjunah tjetër dhe prej shpërblimit të veprës mirë, është që pas saj të vjen vepra e mirë. Që shka vazhdo në thotë, veç të për përmbylli. Dhe gjeni veç kësha pas qef që ta shhapi një vesh të mirë. Që ka shumë është e modhe. Që shka thotë Ibn Qayyimi. Thotë, robi vazhdon të përpiqet, thotë. Vazhdon të përpiqet me bindje ndaj Allahut. Kur themi me bindje ndaj Allahut, që kupton, mi kry punte që i ka urdhnu Zoti. E na krejt e pranojmë se na së mundem me kry krejt ato që i ka lyp Allahut. Po na përbojmë përpjekje. Allahu ka lyp e ne me bo përpjekje. Thot ai rob që përpiqet në bindje ndaj Allahut, ta mësoj veten me të, duke u bindë Allahut, ta doj atë, dhe t'i jap përparësi, gjërave që Allahu e ka urdhru me ato, Allahu thot nga mshira e ti, në gjeni thot, Allahu thot nga mshira e ti, ja qën një melek prej melajkeve. Ju e dini që melajket kanë shumë punë. E një pej punëve të melajkeve që ka, kur robi ka muslimon i mirë, tash në pe e kthejnë në standardin e gjuhës tonë, që ka dash me thonë Ibn Qayyimi këto, kur robi o muslimon i mirë, i devotshëm, i përkushtum, Allahu thot ja qën një melek prej melajkeve me forcu dhe me nxitin veprat mira dhe më shumë. Ndërsa nësa është në kundër të nësoj, thot, ja qënë shejtanat, që ata me azbukuru veprat e shejtanave edhe e humbin ato. Allahu na rujt për kësaj dashur të mi. Allahu na rujt për kësaj gjendje.
Allahi billahi dashurit e mi, jetojmë një kohë ku çështja e mëkateve edhe çështja po them e shejtanave në 2 kohë, në 3 kohë, në 4 kohë jo mbo shumë. Shejtani do të thotë me ushtrin e tij në zemonin ton janë përgatit edhe ka ushtar shumë që mundon me i hup njerëz për rrugës drejt, se shejtani që të punë ka, me të hup për i rrugës drejt, me të deviju për i rrugës drejt. E nëse dënë shejtani mos me të mujt ty, edhe mos me pas ndikim të këti, bindju Allahut. Vetë Allahu, që i ka thonë shejtani? Febima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Pasi ti më ke largu për rahmetit tënd, kam ju dalun aty në çkan siratul mustaqim. Shejtani nuk ju del, nuk shkon aty në kafet e tupi me i thon mos pini. Aty në veç thotë graje ju bashallah, ti po do budall, po zebali budallve. Tu i bogjë Allahut, tu i mbrapshtu veten me rakie që të telefon aty të pit çutë ka diçka vola edhe tani nesër del me krujt të poshtë apo thon. Hey mare Allah. Çish bën njëri meçëm kështu. Ama shejtani del siratul mustaqim, të mos shko me fal namazin me xhamat. Falë me shpesh të sa dën shtëpi pranohet. Ka ligjerat, ne se po vërtet ai shoh burrës, so ka vërtet, po la lërrate, po na prit kiti kone, po na nguce. Hajt pas kopje i kova udhall. Stelana nuk do me të lon ty në hajër. Nuk do me të lon në hajër. Ama nëse dën me mujt shejtanin, çai ka thonë Allahu shejtanit? Ka thonë ti s'ki sultan, s'ki mbi kontroll mbi robët e mi të sinqert. Zoti na bëf me ty ya Rabbal Alamin. Allahu na i shtoft veprat e mira, që ato vepra mu bo shkak me na mbrojt pej kurthave të shejtanit. Ndoshta është një citop i mirë Telbisul Iblis, kurthat e iblisit. Ndoshta e marrim ma vonë dikur, e lexojmë, me i marrë vesh, duhet me i ditë. Allahu na përmisoft, e kena ndal tek e 10. 19. Jo, s'është 10. Me kati sjell me katin, a tham qëtu? Po, me kati sjell me katin, e 10 është. Te 11 për ndalim, e vazhdojmë inshallah, pas 2 javë bi'idhnillahi ta'ala, aty ku ja kem qelluar publisive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtani wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.